Dhe për këtë duhet shkarkuar, ai thjesht nuk ka ardhur në punë sepse nuk është mundësuar që të vijë në punë, por ama puna duhet bërë apo jo? Por ama gjykata kushtetuese në një farë mënyrë nuk e mbylli 100% derën. Këtë nuk e di unë çka ka bërë gjykata kushtetuese, e mbylli e hapi, unë di që gjykata kushtetuese e la Tiranën pas zgjedhje dhe e la Tiranën pa kryetar bashkie. Dhe për këtë Ose më saktë konsideroj kryetar bashkie atë që është pa mundësi për të bërë detyrën, kështu që po gjykata kushtetuese duhet bëj hapin e dytë që t'i japë mundësinë të bëjë detyrën. Dhe pyetja ime tjetër, ju sapo thatë pak më herët që nëse do rikthehesha do të bëja të njëjtën gjë. 100 herë. Pyetja ime është shumë e thjeshtë. Do të tentoni sërish ta shkarkoni zotin Velia nga kryetari i bashkisë? Po nuk do shkojmë t'i bijem murit me kokë, se të shkosh kundër një vendimi që ka marrë gjykata kushtetuese apo cila do gjykatë, shkosh t'i biesh murit me kokë edhe të praktikisht të hysh në konflikt me sistemin që ke zgjedhur, që është sistemi demokratik dhe unë nuk mund të hyj në konflikt me zgjedhjen strategjike dhe historike që kam bërë dhe kemi bërë si Parti Socialiste, që i kemi dhënë pavarësinë e plotë drejtësisë. Pra, Erion Veliaj do të qëndrojë kryetari i bashkisë deri në vitin 2027. Po nëse nuk ka mundësi për të shkarkuar, si do ndodhi? Po se thatë ju këtë na e thoni pra. Jo, po se thatë ju kush do thotë tjetër. Po e ka thënë gjykata kushtetuese pra. Erion Veliaj qëndron kryetari i bashkisë Tiranës deri në 2027. Ai nuk mund të shkarkohet. Kaq është shumë e thjeshtë. Pra, do vazhdoj të qëndroj kryetari i bashkisë deri në 2027. Po ç'do bëjmë? Okej. Besoj që i dhatë një përgjigje, kësaj gjë sepse dilema ka qenë nga deklaratat tuaja se ju vazhdoni takimet me njësitë bashkiake në Tiranë. Jo, unë do patjetër vazhdoj takimet me njësitë bashkiake në Tiranë. Po si do ta bashkëqeverisni Tiranën? Jo, takimet me njësitë bashkiake në Tiranë janë takime që bëhen në një komplet kontekst tjetër, nuk kanë lidhje me fushatën zgjedhore. Janë takime që bëhen në kontekstin e komunikimit me njerëzit dhe nuk bëhen vetëm njësitë bashkiake në Tiranë, bëhen në të gjitha njësitë e Republikës. Deputetët tanë, drejtuesit tanë politik kanë qenë në të gjitha njësitë dhe vazhdojnë të bëjnë punën me njerëzit, se 83 mandate janë detyrim shumë i madh. Plus që tani ka përkon kjo me kohën e buxhetit. Është buxheti i përgjithshëm dhe buxheti i përgjithshëm 2026 ka disa gjëra shumë të rëndësishme për të ndarë me publikun. Kryefjala arritja, fillimi i ciklit të rritjes së pensioneve dhe pastaj është dhe buxheti bashkiak dhe nuk ka kryetar bashkie. Kështu që drejtuesja politike e Tiranës, nën kryetarët, kryetarja në detyrë etj. Do bëjnë këtë punë. Dhe unë kur kam mundësi shkoj ose do shkoj qoftë aty, qoftë vende të tjera. Çfarë ndodh me Olgerta Manasiliun tani? Olgerta Manasiliu është drejtuese politike e Tiranës, është deputete e Partisë Socialiste dhe do të jetë ajo kandidate? Është kandidati ajo në Olgerta patjetër. Pra ajo do jetë kandidati në 2027? S'kemi tjetër, Olgertën kemi po. Po mund të lirohet Erion Veliaj. Mund të lirohet Erion Veliaj. Tani ne po flasim në këto kushte që jemi sot. Zoti kryeministër, po a ditë premte? Por lirohet Erioni nuk mund të jetë kandidat në 2027 për 2031. Po. Jo, edhe për arsye se nuk mund të kandidojë për herë tretë, po. Për herë të katërt. Për herë të katërt, yes. Zoti kryeministër, zëvendës kryeministja po a ditë premte u morën në hetim për mos barazin trajtimin e tenderit për tunelin e Llogaras. Ju nuk keni bërë asnjë koment. Edhe s'kam ndër mund të bëj asnjë koment. Çfarë koment të bëj? Si tha Loro Boriçi, shiu ka punë vet, ne kemi punën tonë. Spaku ka punë vet, pra ju keni punën tuaj. Po, normal, janë ndërdara. S'kemi asnjë dilemë në këtë pjesë. Dhe nuk ndryshon asgjë. Çfarë do ndryshoj? Ju e dini. Çfarë do ndryshoj? Duhet mësohemi me këtë. Nuk është diçka që tani më kemi nevojë akoma të jetojmë për të mësuar. Duhet të mësohemi me këtë, që jetojmë në një sistem ku Partia Socialiste e Shqipërisë dhe askush tjetër, që t'jemi shumë qartë për këtë, me mua në krye, i kemi njohur pavarësinë e plot drejtësisë. Dhe njësoj siç janë tërhequr fuqitë koloniale nga territoret e kolonizuara,
kemi tërhequr politikën nga territori i drejtësisë. E kemi tërhequr. Dhe jemi të vetmit garant për mos futjen përsërit politikës në territorin e drejtësisë. Jeni sigurt për këtë? Jam 100% sigurt, sepse të tjerët përbetoheshin që do ta shkrihin spakun të nesërmen po të fitonin zgjedhjet. Po, këtë po thoja. Jo po të fitonin, po kur të fitonin zgjedhjet. Po, këtë po thoja, po ndërkohë nga ana tjetër duket që fashikujt e spakut po përhapen nga deputet opozitës. Pra kur thoni që s'ka influencë politike, ndoshta s'ka influencë politike nga ju. Po jeni sigurt që s'ka nga pala tjetër? Jo, kisha në sensin që jemi të vetmin garant që politika nuk do rifutet në territor për ta rimarrë prap territorin dhe për t'i njohur drejtësisë, sovranitetin. Jo, nuk po flasim për lidhje, për kanale, për prokuror që bëjnë lojra me median, që rrjedhin informacione, që nxjerrin sekrete timore, etj. Nuk po flasim për këto. Këto janë defekte, faje, krime brenda sistemit të drejtësisë. Po flasim për pavarësinë e atij territori dhe për garancinë që ai territor nuk do ripushtohet nga politika. Dhe kjo garant për këtë jemi vetëm ne. Të tjerët do ta kishin ripushtuar nëse do kishin fituar zgjedhjet dhe janë gati në çdo moment që të marrin pjesë në një ripushtim, po kjo nuk ka për të ndodhur sa të jemi këtu. Dhe si do ta ndaloni këtë? Sepse është folur që çfarë ndalojnë? Si do ta ndaloni këto, pra se puna është njerëzit tonë mos fusni as ju duart, po mos fusin as tjerët. Jo. Këtë e garantoni dot? Jo, tani futja e duarve të njërit të tjetrit është një temë tjetër që ka të bëjë me integritetin e këtij sistemi drejtësie, ka